Shkodra po përjeton një sezon turistik me tregues pozitiv, ku çdo ditë më shumë vizitor vendas dhe të huaj zgjedhin qytetin dhe zonat përreth për të kaluar pushimet e tyre. Rritja e numrit të net qëndrimeve dhe fluksi i shtuar i turistëve konfirmoi trendin pozitiv të zhvillimit të turizmit në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Sipas të dhënave të sektorit të turizmit, net qëndrimet janë rritur me rreth 15 deri në 20% krahasuar me një vit më parë, ndërsa muajt korrik dhe gusht po shfaqin rezultate edhe më premtuese, me një interes të lartë nga vizitorët. Muaji korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krahasuesisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë me njëjtat ritme, po ndoshta edhe më shumë, sepse kërkesat siç ka në operatorët turistik për gjatë komunikimit me to janë në rritje çdo ditë dhe fluksi i rezervimeve është gjithmonë në rritje. Me një ofertë që bashkon trashëgiminë kulturore, natyrën, gastronominë dhe mikpritjen shkodrane, Shkodra vijon të tërheqë një e më shumë turist, duke e kthyer turizmin në një nga sektorët më dinamik të zhvillimit të saj.